الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderoj Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Sot do të fillojmë me librin inshallah e Imamit Mujaddid Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimullah, Nawaqidul Islam, anulluesit e Islamit, me komentin e Sheikh Salih al-Fawzan al-Fawzan. Sigurisht se ka temat ndryshme ku çdo njëra është më e rëndësishme se sa tjetra, por siç ka thënë Imam al-Albani rahimahullah, ka thënë el-ilmu kathir. Dituria është shumë e gjerë, por ka thënë faqaddim al-ahamma min al-muhim. Jepi përparësi më të rëndësishmes se sa të rëndësishmes. Dhe këtë libër nuk e kam shpjeguar ndonjëherë, kështu që pa është arsyeshme me zgjedh, dhe besoj që jam i nderuar unë dhe ju që jemi të përcaktuar me lexu dhe me shtjellu libra të rëndësishme që japin rëndësi çështjes së Islamit. Ato janë Nawaqidul Islam, pra rreziku që duhet me pas njeriu, që të mos bien ato gjëra që e prishin apo anulojnë Islamin. Autori është Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nasabuhu, pra prejardhja e tij është huwa al-Imam Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulejman, djali i ibn Abdul Wahhab ibn Sulejman ibn Ali ibn Muhammed ibn Ahmed ibn Rashid ibn Buraid, është prej familjes Bani Tamim. Pra Muhammed ibn Abdul Wahhab kalon pra prejardhjen e ka prej Banu Tamim. Ka lind në qytetin e Ujejna në vitin 1115 Hijri. Ka lind në Ujejna, në një shtëpi e cila ka qenë familje e njerëzve të dijes. Pra ka qenë familje që janë marrë me dituri. Pra nasha'a fi beiti ilmin wa sharafin wa din. Pra familje që i kanë kushtuar rëndësi diturisë, njëkohësisht fetarisë, kanë qenë njerëz të përkushtuar. Wa hafidha al-Quran qabla bulughi 10 sinin. E ka mësuar Kur'anin Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah në moshën 10 vjeçare. Pa i bë 10 vjet e ka mësuar Kur'anin. Wa darasa al-fiqh hatta nala hadhan wafiran min al-ilm, dhe është përkushtuar edhe në fiqh, dhe ka qenë një djalosh i cili ka pas nxënien përmendsh shumë të dalluar, dhe është përkushtuar në librat të tefsirit dhe të hadithit. Wajadda fi talab al-ilm laylan wa naharan. Mënyrë të vazhdueshme është marrë me dituri, pra natën dhe ditën. Pastaj është përqendruar në mutun. Ka filluar kërkimin e diturisë autori i këtij librit, pra Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ka në Ahsa, pra është një territor, një krahinë e Arabisë Saudite, pastaj ka shkuar në Mekka, në Medinë, dhe në Medinë ka mësuar nga dietari Abdullah ibn Ibrahim al-Shamri, al-Najdi al-Madani. Nga ai ka fillu me mësu pra në Medinë. Pastaj ka shkuar në Irak, dhe aty ka mësuar në Basra, dhe ka përfituar shumë nga dituria. Pra në pika të shkurta, ky është dietari i madh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i cili ka libra të shumta. Më një është libri Kitab at-Tauhid, Kashf ash-Shubuhat. Kitab at-Tauhid, pra libri më i njohur i Sheikhul Islam ibn ibn Muhammed ibn Abdul Wahhab. Kitab at-Tauhid, Kashf ash-Shubuhat, largimi nga dyshimet, usul al-thalatha, 3 bazat, Nawaqidul Islam, kjo pra që po fillojmë inshallah. Mesail al-Jahiliya, meselet e ignorancës, Mukhtasar Zad al-Ma'ad, shkurtimisht e ka përmbledh, e ka shkurtuar librin Zad al-Ma'ad të Ibn al-Qayyimit rahimahullah. Qawaid al-Arba, 4 rregullat, al-Kabair, mëkatet e mëdha e kështu me radhë. Ka vdekur në vitin 1206 Hijri. Ka vdekur dhe ka jetuar 91 vite. Afërsisht ka jetuar Muhammed ibn Abdul Wahhabi 91 vite. Ka pas babën djetar dhe gjyshin djetar.
Pra, bab dhe gjysh ka pas dietar. Allah më shiroft dhe bëft prej banorëve të xhennetit. Sheikh Fauzani më tej në hyrje të këtij libri flet pra për rëndësinë e kësaj teme, dhe kjo edhe do të jetë tema inshallah e sotit, rëndësia e kësaj para se të fillojmë për nawaqidul Islam. Thot Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Para nawaqid, naqd në gjuhën arabe do të thonë prishje. Kanë ardhur disa ajete që në gjuhën arabe çka do të thonë naqd. Wala tanqudu al-ayman ba'da tawkidiha, mos i prishni betimet pasi i keni përforcuar ato. Pra njerëzit mund t'i prishin betimet, beslidhjet, bojnë marrëveshje prishin. Apin besën për një diçka e prishin. Edhe Allah thot wala tanqudu al-ayman. Pra mos i prishni ato zëtimet e juaja, betimet e juaja. Tanqudu pra mos i shkatroni. Po ashtu në surën Nahl, njëjtën sure, Allah në njëjtën ajet më njën vazhdim, wala takunu kallati naqadat, dhe mos u bëni sikur ajo gruaja, kuptimi i ajetit është, e cila e ka pështjellë lomshin, edhe në fund ja ka prish fijin. Dhe është prish këtë lomshin. Këtë mundi sa i ka shku kot. Wala tanqudu wala takunu kallati naqadat, dhe mos u bëni sikur ajo, pra bëhet fjalë për një gru në Mekke, e cila një gru shembull, ghazlaha naqadat ghazlaha, e ka prishat lomshin e saj. Min ba'di quwwatin ankathan, pasi ajo e ka bot ka pështjellë mirë dhe është lodh dhe në fund e ka hub fijin dhe i ka shku huç këtë mundi i saj. Pra kjo është për qëllim në naqd, prishje. Nawaqidul Islam, pra anuluesit, gjërat që prishin që ti me qenë musliman. Islam është një përmbledhje që thot Sheikh Fauzani Allah ruajt, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Pra, një fjali që ngërthen në vete 3 çështje. Al-istislamu lillahi bit-tauhid, me u dorëzu Allahut me tauhid. Me u dorëzu Allahut me tauhid, me u bind atij në praktikim, pra me qeni përkushtuar në bindjen praktikim, dhe me u distancu nga shirku dhe itharët e shirkut. Istislamu lillahi bit tauhid, pra çka do të thonë istislamu lillahi bit tauhid, është qëllimi që ti me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru, nuk janë urdhruar vetëm illa liya'budu ilahan wahidan. Që me adhuru, aleikum salam wa rahmatullah, ilahan wahidan, adhurimet me qenë vetëm për një, Allahun subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu, nuk ka pra të adhuruar më të drejt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, i pastër është Allah, amma yushrikun, nga ajo çka janë veshin, pra i bojnë mushriket. Hadha huwa al-istislam, pra faman lam yastaslim lillah, ai cili nuk i dorëzohet Allahut me tauhid në çështjet e adhurimit, ai është mutakabbir, mustakbir, ai është mushrik. Wa huwa dinul qayyim. Inqiyad lahu bit-ta'a, pastaj përkushtimi me bit-ta'a është për qëllim anna ma at-tauhid, përveç tauhidit, ti duhet me përkushtu me namaz, me agjerim, me hax. Pra nuk është Islami ti me pas qartë çështjen e adhurimit dhe kaq me mbyll çështjen. Me thonë nuk i bëj shok Allahut, unë adhuroj Allah, pra e pranoj vetëm atë besimin e drejtë që Allahu meriton që të adhurohet, në anën tjetër as nuk fal namaz, nuk agjeron, nuk rin. Ja wal inqiyadu lahu bit-ta'a. Por duhet me qeni përkushtuar në urdhat e Allahut dhe në largimin nga gjërat që janë ndaluara. Pastaj wal bara'atu min ash-shirk, dhe mu distancu nga shirku. Mos distancu nga shirku dhe wa ahlihi, dhe ata të cilët janë iftarët të shirkut. Thot Sheikh Fauzani Allah ruajt, fala yakfi anna al-insan la ya'budu illa Allah, nuk mjafton që njeriu vetëm Allahun me adhuru dhe kaq. Patjetër duhet të mu distancu nga shirku. Fala budda an yatabarra min ash-shirk. Patjetër duhet mu distancu prej shirku dhe ata të cilët thrasin në shirk.
wa ya'taqid butlanahu wa kufr al-mushrikin. Po ashtu duhet ta ketë në bindje se ata janë të kotën dhe mi muhu veprimet e tyre. Pastaj wa an yubghidhahum, dhe duhet me urrejt mushrikinet, wa yu'adihim, dhe me pas mos me pas dashuri për ta, dhe miqësi. Ashtu siç hadha ma'na qawli, kjo fjala wal bara, distancimi nga shirku, thot sheku, ashtu siç tabara Ibrahim alayhi salam wal ladhina ma'ahu min al mushrikin, ashtu siç u distancua Ibrahimi alayhi salam nga mushrikinet. Thot Allahu në Kur'an, kuptimi i ajetit. Thot Allahu në Kur'an: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'ahu idh qalu liqawmihim inna bura'a'un minkum wa mimma ta'budun min dunillah." Kuptimi: vetë se keni shembull më të mirë Ibrahimin dhe ata të cilët ishin me të pranë populli vet, kur i than, kur ju drejtuan pra popullit mushrik, inna bura'a'un minkum, ne distancohemi prej juve, wa mimma ta'budun min dunillah, dhe nga ajo çka ju thrisni, pra i bëni shok Allahut, dhe nga shirku juve. Aleikum salam. Çfarë po ju thot Ibrahimi alayhi salam? Po distancohen prej juve, pra prej mushrikinëve dhe prej asaj që i bëni shok Allahut. Nuk po distancohen vetëm nga shirku. Nuk po thot Ibrahimi alayhis salam unë distancohem nga shirku. Po thot prej juve dhe prej shirkut. Apo yani inna bura'a'u minkum, ne jemi pastër prej jush, nga ju, wa mimma ta'budun, dhe nga ajo që ju adhuroni përveç Allahut. Tabarra'a minhum, thot al-Fawzan, wa min ma'budatihim, distancohet prej tyre dhe prej atyre që adhurojnë, dhe prej asaj që adhurojnë. Pastaj thot Allahu: "Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawata wal-baghdha." Ne kafarna bikum, pra i mohojmë atë që ju veproni, shirkun. Dhe këtu fillon baynana wa baynakum, mes neve dhe juve, al-adawatu wal-baghdha, armiqësia dhe urrejtja, abadan, çdo herë, hatta tu'minu billahi wahdah, derisa ta adhuroni Allahun të vetmin. Vetëm me këtë kusht, pra është miqësia, dashuria, urrejtja, lidhet në këtë pikë. Hatta ta'budu Allaha wahdahu. Kjo është rruga e pejgamberëve. Dhe ata që janë në rrugën e pejgamberëve hasin probleme. Ata që në rrugën e Ibrahimit alayhis salam dhe i përkushtohen këtyre fjalëve, ata hasin probleme. Ata janë për të cilët ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Ashaddu an-nasi bala'an", sprovat më të mëdha i kanë el-anbiya, profetët. Thumma lamthal falamthal, pastaj ata që vinë që janë sikur pejgamberët, dhe ecën rrugën e pejgamberëve. Kush janë ata? Pra ata të cilët nuk kanë kompromis në çështjet e tauhidit. Nuk ka kompromis me çështjet e tauhidit. Dhe për këtë arsye ata armiqësohen dhe luftohen më shumëti. Wal Islam lahu nawaqid. Islami ka nawaqid, pra ka gjëra të cilat pavarësisht qad yadkhul insan, njeriu mund të futet në Islam, pra nëse nuk është musliman. Lakin yatarattab ashya tukhrijuhu min al-Islam, por ai mund të bën veprime që nxjerrin për Islamin. Wa huwa yadri aw la yadri, pavarësisht a din apo nuk e din ai. Fa yajib 'ala al-insan ma'rifatu hadhihi an-nawaqid, njeriu duhet të mësoj këto anulues. Wa hadha Ibrahim alayhis salam, thot sheikhu, Ibrahimi alayhis salam khafa 'ala nafsi min ash-shirk. Është friksuar për veten e vet që të mos bien shirk. Ma'a annahu huwa alladhi kassara al-asnam. Ajo si ka thy idhuj. Dhe me thonë, nëse sheni njeri duke i prish enet e alkoolit, edhe duke thy alkoolin, ty e fundit që të shkon mendja se ky njeri thot, ky është ai që friksohet alkoolit. Pra nëse një njeri e shinit ekstrem duke fol kundrejt duhanit dhe ti thu, një ditë prej ditësh e dëgjon duke thonë, zot runa që unë mos mi duhan.
ku na shko mendje që ti pin duhan. Pra, njeriu i cili ka thy idhujt, apo nëse shohim një njeri në kulmin e ndershmërisë që ka namuzit, morali dhe shohim që friksohet a moralitetit. Kështu është Ibrahimi a.s. Ai ka thy idhujt, wa udhiya fillah, dhe është luftuar për këtë çështje. Pra kanë hudhë në zjarr. Udhiya fillah. Ma'a hadha lam ya'man ala nafsihi, megjithatë nuk i ka dhënë siguri vetes. Çka thot Allahu, si e përshkruan wajnubni wa baniya na'budu al-asnam. Me largo mua dhe fëmijët e mi an na'budu al-asnam, pra për veten dhe për pasardhësit e tij që të mos adhurojmë asnam, idhuj. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas, o Zoti im. Vërtet innahunna, pra shirku, idhujt, adlalna, shumicën e njerëzve i kanë humbur. Thot sheku, lamma ra kathratu shirk wa kathratu al-maftunina, kur ka pa që është përhap me të madhen shirku dhe shumë njerëz kanë rënë këtë gratës të shirkut, khashya ala nafsi, është friksuar për veten e tij. Për çfarë thot sheku është friksuar? Lianna u bashar, ai është njeri. Njeriu duhet friksohet. Walladhina waqa'u fi shirk bashar, ata të cilët kanë rënë shirk janë njerëz. Wal insanu la yuzakki nafsahu, njeriu nuk duhet ta pastroj veten e tij. Wala ya'man ala dini, dhe nuk duhet të jap siguri absolute vetes në fenë e tij. Bal alayhi khawfun ala dini akthar mimma yakhafu ala nafsi wa ala mali wa ala harami. Më shumë duhet më përkujdes, më shumë duhet të përkujdeseni që të përgatiteni që ta ruani fenë se sa pasuri. Njeriu pra është i kujdesshëm, i vë domethënë gjitha masat e sigurisë për shtëpinë e tij, për pasurinë e tij, në veçantë nëse është flori, pa shumë i kujdesshëm se ku e vendos, që të mos i humb, mos i ndryshket, mos i prishet, dhe apo vetur apo diçka të çmuar, por çështjen më të çmuar e ka çështjen e besimit. Wa hadha al-mawdu' nawaqid al-islam, lidhje me këtë temë, ihtamma bil ulama qadiman wa hadithan. Dietarët i kanë kushtuar rëndësi të madhe, si të kaluarën si në të afërmen. Wa huwa jadir bil ihtimam, është çështje shumë e rëndësishme. Madje kanë shkruar libra dhe kanë shkruar kapituj të librave në fik, bab hukmul murtad, dispozitat, rregullat e atij i cili det prej feje. Wa dhakaru fi hadha al-bab nawaqid al-islam wa hukma man waqa fi shay minha, kanë përmbledhur argumente se çfarë do të ndodhë me atë që del prej feje, çfarë gjykimesh ka për atë. Dhakaru anwa'an kathira min an-nawaqid, kanë përmendur lloj-lloj veprime që nxjerrin njeriu, apo allati la takhtar ala bal al-insan lakinnahum ahsuha wa bayyanu hukman waqa fi shay minha. Kanë përmend lloj-lloj fjale, vepra të cilat njeriu e nxjerrin nga feja. Pastaj këtu sheku e përmend li'anna ad-din, i përmend gjërat që janë të domosdoshme për me rujt. Min al-ma'lumi bid-dini bid-darura, min ad-dini bid-daruriyat, që janë të domosdoshme me ditë. لأن الدين هو أول الضرورات الخمسة. Feja është nga 5 pikat kryesor që duhet i ruaj. E para është feja. Pra këtu i përmend sheki këto daruriyat al-khamsa, 5 gjëra të domosdoshme që duhet mi ruajt. Ato janë feja, që tani do të fillojmë duke i përmend mirë të shkurt, që i përmend sheku, feja, nefs, jeta njeriut, el-aql, logjika njeriut, el-mal, pasuria, dhe nderi, pra morali. Këto Islami ka sjellur rregulla, dispozita, vendime, ligje, gjykime, se si të mbrohen këto. Jo vetëm me këshilla, por ka domethënë shtetin, veçanti kur ka shtet dhe gjykohet me rregullat që burojnë nga Kurani dhe Suneti, duhet të aplikohen, duhet të futen praktik urdhnat e Allahut që të mirret masa ndaj atyre të cilat i prekin këto 5 gjëra të domosdoshme. Awwaluha ad-din, e para është pra çështja e dinit.
Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Nuk lejohet gjaku i besimtarit musliman përveç 3 raste, an-nafsu bin-nafs. Nëse e vret njeriu padrejtisht, wa thayyibu zani, plaki zinaçar, wa tariku li dini al-mufariqu lil-jamaa. Ai që braktis islamin, që at-tariku li dini, ai që braktis islamin, al-mufariqu lil-jamaa, është i shkputur nga xhamati. Dhe urtësia e përmendjes së këtij hadithi është wa tariku li dini, ai i cili del prej dinit. Pra, kanë ardhur argumente që duhet pra të mirët masa ndaj atij, pra që është renegat murted. Wa thani min ad-daruriyat, i dyti që duhet me është prej pikave të domosdoshme që duhet me i rujt, është an-nafs. An-nafs është jeta e njeriu. Për këtë Allahu ka bë të lidhshme qisasin. Ja ayyuhalladhina amanu, o që keni besuar, kutiba alaykumul qisas, ju është bërë obligim qisasi. Qisasi është njeriu që qëllimisht vret dikën me shariat ai duhet vritet, të ekzekutohet. Pra kjo është drejtësi, pavarësisht se njerëzit që nuk janë të edukuar në islam e kanë një farloj paniki, farloj frike. Por kjo është nga mashtrimi edhe cytjet të shejtanit. Këtu është drejtësia, kjo është e drejta. Pra nëse ne ti marrim ty, nëse dikush ti merr 1000 euro, duhet t'i kthej 1000 euro. Nëse dikush të bën një padrejtësi, nëse dikush ta thot një fjalë, pra nëse dikush të lëndon, ti ja kërkon hakun. Nëse ta merr jetën, duhet futet në burg. Kjo është në konceptin e njerëzve që janë laik, edhe njerëzit që nuk e din çka ka drejtësia. Koncepti në islam ka drejtësi. Kjo është drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Ai i cili e vret pa drejtësi dikon, pra me vetdije të plot, atëherë duhet me qenë qisasi. Dhe çfarë thot Allahu? Walakum fil qisasi hayatun, dhe në qisas, në këtë vendimin që e ekzekutimit për atë që bëjnë vrasje, këtu ka jetrat njerëzve. Këtu ruhet jeta. Ja ulil albab, o ju që keni logjik. Zakonisht ata që shtiren, që janë të ngritur, të lexojnë, studiojnë, nuk kanë logjik. Ata mund të kenë njohuri të përgjithshme, mund të dinë detaje, domethënë lloj-lloj hulumtimen, tokën, në astronomi, por nuk i kuptojnë këto gjëra shumë thjeshta. Shumë thjeshta janë për besimtarin që ja lehtëson Allahu, sepse besimtari shef me dritën e zemrës, e realitetit. Prandaj, walakum fil qisasi hayatun, në qisas ka jetë, ruhen jetrat. Nëse ai i cili bën një krim, futet në burg, merr një dënim, del prap, bën krimin tjetër, ti u bën sebeb që ky e bëri krimin tjetër. E bëni sebeb që e bëni krimin tjetër. Dhe në disa vende demokratike, ligji me vdekje ekziston. Dhe ju duket krejt normale. Kur ju thunë në Arabi Saudite ekziston, ata janë prapambetur, ata janë zullumçar, kjo është i vrarë. Domethënë, këtu e kuptoni se aty nuk flet mendja, po flet zemra. Domethënë se e ka të mbuluar me kufër, apo e ka me dyshime, mund të jetë musliman që ka dyshime. Pra, kur i thuti një shtet i përparuar, domethënë që ka teknologji, ka ushtri, ka gjitha ato, që mahnit domethënë si me thonë përparimi i kësaj shkencës, aty i duket krejt normale nëse është një vendim me ekzekutim. Nëse i thu, kështu është shariati, apo Muhammed ibn Abdul Wahhab ka fillu këtu i ndryshon mendja. E treta, el-aql. Pra ishte e para, feja, me rujt fejnë. E dyta, me rujt jetën. E treta, me rujt mendjen, logjiken. Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, e kemi krijuar njeriu në formën më të mirë. Thot Sheikh Fauzani, fa Allah subhanahu wa ta'ala, mayyaza al-insan bi hadha al-aql. Njeriu e ka veçu mesin e të gjitha krijesave me logjik.
فإذا جن الإنسان على عقله بأن تعاطى شيء من المسكرات nëse e godet e sulmon logjikën, mendjen e njeriut me pije alkoolike apo me drogë, me të gjitha ato do me thonë narkotia, çka bota e drogës, فإن الله أوجب إقامة الحد بالجلد حفظا لعقول ألا يتلاعبوا بها. Pra këtu ka rregulla, ndërhyn shariati për me rujt mendjen e njeriut, që pra ka rregulla që dënohet me rrafje, me gjild, ai i cili me kamxhik, ai i cili pra merret me droga apo me alkool. Arrabi min ad-daruriyat al-khams. Tu bëhet fjalë, do të thonë vend ku ka shariat dhe praktikohet shariati dhe rregullat e shariatit, sepse në mënyrë individuale nuk i lejohet dikujt me ndërhyrë nëse nuk ka aplikim të shariatit. E katërta e pesta, apo e katërta po. Hifdhul amwal, ruajtja e pasurisë. Pa tjetër njerëzit duhet me jetu, me mbajt familjen, kjo është në dobinë e tyre. El malu asabul hayat. Pra është pjesë e domosdoshme, thot shejki, e pasuria e jetës. Allahu thot: "Wala tu'tu as-sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama." Kuptimi është mos i jepni përgjegjësi që me majt pasurinë ata që në mendje lehtë. Pra nëse është dikush përgjegjës për jetimat, ata jetima janë të vegjël, nuk dinë me menaxhu parat, ose nëse djali apo dikush i familjes është mendje lehtë, apo është i çmendur, pra logjikisht nuk është mirë, nuk lejohet me bo përgjegjës pasurisë. Kështu ka thonë Allahu, sepse e prish pasurinë, e dëmton familjen. Pastaj ajete tjera na qartësojnë që çka duhet bëhet ai i cili prek pasurinë padrejtisht. Was-sariqu was-sariqatu ai i cili vjedh dhe vjedhësja, faqta'u aydihuma jazaan bima kasaba nakala min Allahi wallahu azizun hakim. Kuptimi i ajetit është, pra pritni duart atyre, pra vjedhësi dhe vjedhëses. Ky si dënim prej asaj që kanë vepruar. Shumë njerëz të cilët nuk i kuptojnë këto mesele ju duket absurd. Por sa njerëz, nëse shef me statistika, sa njerëz të cilët bëjnë duke tentuar me vjedh gjatë grabitjeve, bëjnë vrasje, vetëm apo sa vrasje ndodhin grabitje prej kuttaut, torok prej atyre që janë vjedhës apo janë më të mëdha se sa dora e një njeriu i cili ka vjedh. Pastaj ajo është një shembull që tjerët e kuptojnë. Aty ku ka rregull që ai i cili dënohet, aty ka siguri. Kjo është qëllimi me rujt jetrat, edhe jetrat e njerëzve njëkohësisht, por edhe pasurinë. Por vetëm me këtë mënyrë të aplikimit të shariatit. Hifdhul ansab wal a'rad, pashtu me rujt nderin dhe përjardhjen. Dhe kjo është bi tahrimi zina. Si e ruan Islami nderin edhe moralin edhe përjardhjen, është e ka bë haram zinan. Njëkohësisht dhe e ka bë vendimin se ai i cili bën zina dhe është i martuar, pra me rrejm, dhe ai i cili është i pa martuar me do me thonë me gjeld. Bjen yujlid 100 marra. Pra 100 herë, 100 shkopimi ja dhon atij kamxhik, atij i cili është i pa martuar. Dhe ka ndaluar qadhfin. Me hifdh al-a'rad, pra me rujt nderin, e ka bët rregull qadhf. Qadhf është do me thonë walladhina yarmun al-muhsanati, ata të cilët flasin për gratë ndeshme, thumma lam ya'tu bi 4 shuhada, dhe nuk kanë sjellur 4 dëshmitar, fajliduhum 80 jalda. Fajliduhum, pra rrihni ata me 80 kamxhik. Dhe mos ja pranoni atyre dëshminë. Qadhf. Kjo është qadhf, kur ti thush dikujt që ti ke bë kurvëri. Dhe për termave që është i qartë që kanë përmend fik dietarët, për termave është për shembull mi thon diku ja zani, ke bë zina, po ashtu në këtë pjesë futet edhe termi ahir, do me thonë që e ka për qëllim zina. Dhe në terma do me thonë që nëse nuk sjell argument, duhet 80 kamxhik
dënim. Pastaj thot sheku, kthehet pranë temën kryesore. فهذه الضرورات الخمسة këto janë 5 gjëra të domosdoshme që duhet mi rujt, që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala mi rujt, wa rattaba al-uqubat alayha wa awwaluha hifdhuddin, dhe para është me rujt fen. Pra tema para si min këtë librin në vakët e Islam është si me rujt në fen ton që mos më ra në anuluesit e Islamit. Wa ridda hiya ar-ruju' وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي تنقض هذا الدين وتحصل به الردة. Ruajtja fesë është që mu largu prej gjanave që të nxjerrin prej feje. Edhe ndodh ridda. Ridda është renegat, me dalë prej Islamit. ويكون أيضا بقتل المرتد. والردة هي الرجوع. ردة është për qëllim pra me dalë. المرتد هو الذي يرجع عن دينه. Ai cili del prej Islamit. Imma bi qawl, ose del me fjalë, ose i'tiqad me bindje, ose me fi'l, me vepër, ose me dyshim. Pra, cilat forma mund t'je bëj njeriu mund të dalë prej feje, pra cilat janë ato forma të rrezikshme që mund, janë 4. Me fjalë, me vepër, me bindje dhe me dyshim. Pra janë 4 lloje që njeriu mund të del prej Islamit. Me gjuhë, me bindje, me fjalë, me vepër, dhe me dyshim. Farriddatu bil qawl, për shembull me fjalë. Arridda, dalja prej Islamit me fjalë është ka an yatakallam bi lafdh al kufr wa shirk. Ai cili flet ndonjë fjalë që është kufër i qartë apo shirk i madh. Këtu e kurzon Sheikh Fauzani që mos me qenë i detyruar, ghayrë mukrih. Sawaun kana jadan, pavarësisht ai cili thot a është duke u tallur apo ka seriozisht. Pra kjo është çështje. Fa idha takallama bi kalam al-kufr, kur njeriu flet me fjalë të çyfrit, fa innahu yuhkam alayhi bir-ridda. Pa ne duhet të gjykojmë që ai ka bë ridda. Allahu thot, wa laqad qalu, ata kanë thënë kelimetel kufri, kanë thënë fjalën e kufrit. Wa laqad qalu, ata kanë thënë fjalë të çyfrit. Wa kafaru ba'da islamim, dhe kanë bërë çyfër pas Islamit. Kjo është një prej ajeteve më friksuese që robi duhet me pas parasysh. Ka thonë Allahu në Kur'an, njerëzit kanë bërë kufër pasi kanë qenë musliman. Kjo është një prej ajeteve që njeriu më shumë ti duhet ju friksohet devijimit. Këtë ajet e ka zbrit Allahu për ata të cilët kanë thënë gjatë luftës rrugtimit në Tabuk. Para mendojnë i kanë marrë rrugtim me pejgamberin alayhis salam. Por kanë thënë, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akthab alsina wa arghab butunan wa ajbana ila al-liqa. Ka thënë nuk kemi pa njerëz që janë më të unt, fjalë shumë ofenduese për pejgamberin sa sahabët e Abu Bekrin, Omerin, për këta me thonë këtë fjalë. Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula akthab alsina. Pra edhe njerëz më gënjeshtar. Wa arghab butunan, njerëz më të unt me hungur, turitur. Wa ajbana ila al-liqa, dhe frikacak në betejë. Çka po i mbetet një njeriu kur ti ka këto 3 cilësi? Frikacak në betejë, edhe veç me hunger, edhe veç një njeri që pas qëllim veç me ngop, dhe kur flet gënjen. Allahu zbriti ajete. Wala in sa'altahum la yaqulunna inna nasipyti ata inma kunna nakhudu wa nal'ab, ata do thonë ne kemi pas argëtim wa nal'ab, lut. Qul abillah, pra nuk kem pas qëllim tjetër pos argëtimit. Qul, thuaj abillah, ama Allahun, wa ajatih, me ajetet e ti, wa rasulih, me të dërguarin e ti, kuntum tastehzi'un, po talleni, la ta'tadhiru, nuk ka arsyetim, qad kafartum, ju keni bëu çyfër, keni dal, ba'da imanikum, pasi që ishi besimtar. Fahum kafaru, pra këta kanë bëu kufër pasi ata kanë thënë se ne
kishim për qëllim me argëtu vetën gjatë udhëtimit se lodhje dhe ç'është me kalu kohën më mirë, me fillu me qesh. Por Allahu nuk i ka fal, nuk e ka pranu, fani. Nuk e ka pranu, do me thonë këtë arsyetim tyne. Se nëse njeriu pendohet sinqerisht, Allahu e fal. Prandaj فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره. Pra ai I cili flet fjalë të kufrit, ai nuk arsyetohet. Ky kushtëzimi me qenë me detyrim është shumë më rëndësi. Sepse Allahu ka thënë men kafara billah, ai që bë kufër Allahut pasi ka besuar, përveç atyre ila men ukriha, përveç atyre që janë detyru wa qalbuhum, janë detyru me bë kufër, me shajt pejgamberin alayhis salam. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman, por zemra e tyre ka qenë mbushur me iman. Walakin man sharaha bil kufri sadran, mirë po atyre që gjoksi I tyre ka mbush me kufër, fa alejhim ghadabun min Allah, mbi ta është zemrimi I Allahut, wa lahum adhabun adhim, dhe Allah për ta të ketë ndëshkim të madh. Hadha huwa al-makr, hadha huwa al-mukrih. Ky është ai që përjashtohet që nëse detyrohet me bëu qyfër me zort. Pra, nëse thot një fjalë nga detyrimi, për shembull, nazalat hadhihi al-aya fi Ammar ibn Yasir. Ky ajet ka zbrit për familjen Ammar ibn Yasir. Ammarit ja kanë vrarë babën dhe nonën, Sumejën dhe Yasir. Ja kanë vrarë para syve të pejgamberit alayhis salam, kur ka qenë në Mekke, në kohë të vështira. Edhe kanë detyru Ammarin, edhe ai ka thonë një fjalë të keqe për pejgamberin alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam I ka thonë kayfa tajidu qalbak, si e gjen ti zemrën tënde o Ammar, pra çush ka qenë zemra jote? Qal ajiduhu mutma'innan bil iman, mutma'innan bil iman. Thot e kam të mbushur me iman. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, in aadu fa'ud, in aadu fa'ud. Nëse prap detyrojnë edhe ti thuaje prap. In aadu fa'ud. Wal kufru bil i'tiqad, ndërsa kufri që mund të ndodhë me bindje, kjo është e para sa I përket kufrit që mund të ndodhë me gjuhë. Kufri që mund të ndodhë me bindje është an ya'taqid al-insan bi qalbihi ma yunaqidu al-islam, me thonë me pas bindje diçka e cila e anulon islamin. Ka an ya'taqid, sikur me pas bindje që an as-salat ghayra wajibe, namazi s'është obligim. Ose nuk ka, namazi është ibadet që është I shëndetshëm, është I mirë për trupin, po nuk është obligim, nëse kështu thotë shejku. Kjo është kufër. Sepse argument që njeriu me bindje mund të bëj kufër është ajeti I Kuranit, ku e dëshmon se hipokritët nuk kanë iman. Ata kanë falë namaz, kanë marrë pjesë disa momente në xhihad, kanë bërë vepra të dukshme. Më thonë, çështja munafika u ka qenë shumë interesante, sepse vetëm Hudhaifja I ka ditë kush janë munafikat, shumicën. Ata vetëm Hudhaife, për shkak ka shku Omeri dhe ka pyet Hudhaifen, ku ajo mund mesin e tyre. Dhe më thonë, aq me vepra s'kan mujt mi dallu një pjesë të munafikëve. Kanë mujt me vrejt. Dhe a dini pse I ka ditë Hudhaife? Sepse ata kanë dashur me vrarë në luftën e Tebukut. Kanë bërë kurth për me vrarë pejgamberin alayhis salam. Dhe I ka zbulu Hudhaifi, ka pa. Dhe I ka pa pejgamberi alayhis salam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thonë Hudhaifës që me majt sheft. Për këtë quhet sirru, ai që I ka ruajt sekretet e pejgamberit alayhis salam. Pra ka qenë urtësi që më usil në atë mënyrë me hipokritat, ka qenë urtësi me munafikat mos i në atë mënyrë që të mos I humbi mazhi I Islamit, gjithandej ka njerëz që nëse do të merren ndonjë vendim, sikur Omeri radiallahu anhu që ka kërku për momentin atij që I ka thënë gjyko me drejtësi, pejgamberi alayhis salam ka thënë të mos thojnë njerëzit që pejgamberi sa po I vret shokët e tij. Pra ka qenë urtësi e madhe e Islamit.
për hapja e Islamit, për ruajtja e imazhit është shumë e rëndësishme. Dhe Hudhaifat radiallahu anhu i ka ditë pra munafikat, sepse i ka pa në Tebuk dhe ka njoftu pejgamberi, pra ka qenë njëri që ka ditë kush janë hipokritët. Pra kanë bë vepra që nuk janë vrejt, por ku ka dallu, pse ata kanë qenë kufar? Sepse zemrat e tyre ka pas kufër. Çfarë thot Allahu? Idha ja'aka al-munafiquna, kur të vinë ty hipokritët, munafikat, qalu nashhadu innaka la rasulullah, dhe thon pasha Allahu ne dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Dhe thon fani, qalu thon nashhadu ne dëshmojmë innaka la rasulullah, paket pasha Allahu. Idha ja'aka al-munafiqun, kur vinë munafikat dhe thon nashhadu ne dëshmojmë innaka la rasulullah, ti je i dërguari i Allahut. Wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Allahu din që ti je i dërguari i tij. Wallahu yashhad, Allahu dëshmon innal munafiqina lakathibun. Se munafikat janë kadhibun, janë gënjeshta. Ittakhadhu imanahum junna, ata betimin e kanë marrë për mburoj. Pra kur janë betu për këtë edhe më kujtohet Sheikh Rabia në mezhlise kur dikush u betejke, dhe ke la tahlaf. Pra mos u betoni, se nuk është e mirë betimi. Zakonisht, e shihni edhe në tregti, zakonisht ata që betohen me njerë të hapin sinjal që duhet mu largu për ti. Se betimet vetëm në momentet saktuara, kur ka nevojë mu betu, atëherë mund të jetë edhe e preferuar, por në shumicën e rasteve betimet nuk duhet të bëhen. Wal kufru bil fi'li, kufri me vepër. Kufri me vepër është ka an yadhbah li ghayrillah, me preni kurban për një tyba, për një teça, për një varr. Lën dhabh ibada, pra thelja kurbanit është ibadet. Fa idha dhabaha li shay'in yu'azzimuhu ka sanam, pra kur e pren kurbanin, pra për ndonjë idhull, për ndonjë varr, kjo është vendi i adhurimeve të mushrikinëve. Walau lam yatakallam, edhe nëse ai nuk flet, bel idha dhabaha li sanam aw sajada li sanam al-qabr, dhe huwa min awthan mushrikin al-yawm. Edhe nëse falet, edhe nëse agjeron, nëse bë haxh, e lexon Kur'anin, fa innahu naqada dinahu bi hadha al-fi'l ash-shirki. Ai e ka prish fenë e tij, e ka ndalu islamin e tij me këtë vepër të shirkut. Allahu na ruaj. Dhe katërta është nga llojet që mund të bëjë njeriu kufër është dyshimi. Kufru bi shak. Fa shak huwa at-taraddud. Dyshimi është at-taraddud, me qenë i luhatshëm. Fa idha shakka fi qalbi hal ma ja'a bi ar-rasul. Pra dyshon, a ka qenë Muhamedi sa më dërguar apo s'ka qenë? Hal hunaka ba'th, a ka ringjallje, s'ka ringjallje? Hal hunaka janna wa nar, a ka xhenet, a ka xhehenam? Fa hadha yakfur bi shakkihi walau kana yusalli wa yusum. Ky edhe nëse falet, ky është njëri pa besimtar. Fa hadhi usul ar-ridda. Këto janë bazat e daljes prej feje. Pra me fjalë, me vepër, me bindje dhe me dyshim. هذه أمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا. Përgjithësi muslimanët, veçanti kërkues të dijes, an ya'tanu biha, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të kushtojnë rëndësi rrezikut që mund vinë nga gjua, nga vepra, nga bindja, nga dyshimet, li kathratul fitan wash-shurur fi hadhihi al-ayyam, sepse më të madhen e ka kapluar botën dyshimet, fitnet. O li kathrati shubuhat, dhe nga dyshimet të mëdha, wa du'atu as-su' wa ad-dalal. Dhe njerëz që janë devijuar, një nga njerëzit më të famshëm në, si me thonë, 500 milion arab, një nga njerëzit më të famshëm është një farë Gjifri. Ai arsyeton shirkun e madh, pra një sufist. Pastaj një Dedu, një farë sufisti tjetër i cili Allah e na ruajt, pra e puth apo e merr pështymen e atyre sufive të devijuar. Njerëz, dhe me thonë, kundërshtar të tauhidit, janë njerëz të famshëm. Të famshëm. Dhe ata i mashtrojnë awamin, njerëzit e thjesht. Për këtë, dhe me thonë, duhet me qenë shumë i kujdesshëm këtë. والناس في هذه النواقض ثلاثة أقسام. Përballë këtyre anuluzëve të Islamit, njerëzit janë me lidhje me gjykim,
se çka është kufër, çka është dalje prej feje, çka s'është dalje prej feje, kur njeriu del prej feje, kur s'del njeriu prej feje, çka e nxjerr, çka nuk e nxjerr, janë tri kategori njerëzish. Janë dy ekstreme të devijuar dhe mesatar është ehli sunetit. Janë Khawarij, Murxhi dhe ehli sunetit. Pra, se kur është njeriu kafir, se cila vepër është kufër që të nxjerr prej feje, këtu i ki 3 rrugë. 2 të humbi, 1 është e vërteta. Se kur është njeriu kafir, nëse rrin me Khawarij, nëse rrin me Murxhit dhe nëse rrin me ehli sunetin, i kupton me ehli sunetin e ki rrugën e drejtë. At-tarfu al-awwal. Grupi i parë janë alladhin yughalun fi at-takfir. Ata që janë ekstrem këtë pikë. Njeriu mund të bëj kufër dhe Khawarij, ata janë Khawarij, ata që e teprojnë pranë tekfir. Wal hukmu 'ala an-nasi bil kufr. Ata që gjykojnë për çdo secilin që është kufër. U yukaffirun an-nasa, ata i bojnë pabesimtar njerëzit min ghairi ru'yatin aw fiqhin aw ma'rifa, duke mos patur vështrim apo kuptim. وهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Dhe këta janë Khawarijët të cilët kanë dalë kohën e pejgamberit sa kohën e khalifëve të drejtë. Wa fi al-uhud al-mutaakhira, dhe në shekujt e fundit thotë sheku. Yukaffirun al-muslimin, i bën kafira muslimanët. Wa yughalun fi at-kufri, dhe e teprojnë. Fa kullu man khalafuhum fakaffaruh. Kush do që i kundërshton ata, vetë se e bojnë kafir. Wastahallu damma, dhe e bojnë leju me gjakun e tij. Fal Khawarij indahum 3 mabadi. Ata i kanë 3 parime, thotë Sheikh Fuzani. Khuruj ala ulati al-umur, me dal kundër udhëhecave. 2. E para, tekfiru nas bi dhunub al-kabair allati dun ash-shirk, mi bë kafira njerëz me gjuna të mëdha. Njerëz i bojnë kafira përveç shirkut, pra se shirku për shirk i bojnë edhe muslimanët. Edhe ehli sunetit gjykojnë që nëse njeriu bën shirk të madh, ai është kafir. Por nëse kjo parimi i parë, gjykojnë për njerëz të cilët bëjnë mëkate të mëdha si nuk janë musliman. Për shembull, ata që bojnë kurvri, zina, gënjeni kështu me radhë. I dyti parim khuruj ala ulati al-umur al-muslimin, ulati al-umur min al-muslimin wa shaqqa as-ta'a. Këta ngritën kundër udhëhecëve musliman dhe shaqqa as-ta'a. Pra e çajnë atë farloj bindje ndaj udhëhecit. Dhe treta, istihlal dima al-muslimin, e lejojnë gjakun e muslimanëve. Hadha sababuhu akhdhu an-nusus. Cili është shkaku që Khawarijët i kanë këto qëndrime të ashpra, këto 3 parime, sepse ata i marrin argumentet sipërfaqësisht. Pra nuk i kuptojnë argumentet mirë. Akhadhuha ala dhahiri dun an yajma'u bainaha wa bain an-nusus. Apo i marrin pjesërisht argumentet. Argumentet e çortimit, kërcënimit, paralajmërimit dhe i analojnë dhe i largojnë dhe nuk i përmbledhin edhe argumentet e shpresës. Pra, fa inal kufra yanqasim ila qismayn. Kufri ndahet 2 lloj, kufri i madh dhe kufri i vogël. Wa shirku yanqasim ila qismayn. Edhe shirku ndahet shirku i madh dhe shirku i vogël. Fa shirku al-akbar wal kufru al-akbar yukhrijani min ad-din wa yanqidani al-islam. Kufri i madh dhe shirku i madh njeriu nxjerrin prej islamit. Ndërsa kufri i vogël dhe shirku i vogël njeriu nuk e nxjerrin prej islamit, mirë po e paksojnë islamin dhe imanin. Fa hum al-khawarij, ndërsa Khawarijt la yufarriquna bayna dhak wa bayna hadha wa dhak. Khawarijt nuk e bojnë këtë dallim mes kufrit të madh dhe kufrit të vogël. Wa laysa indahum kufrun asghar wala shirkun asghar. Ata nuk kanë kufër të vogël dhe shirk të vogël. Wa innama al-kufru wa shirku indahum shay'un wahid. Ata këtu ju ka mbete mos kuptimi i fesë apo kuptimi i gabuar i fesë. Për këtë shkon hadith aty depërton sikur goditja e gjahut, domethënë kur shtiza godet dhe nuk merr asgjë nga gjaku apo mishi. Kalon përtej. Kështu domethënë ju kalon Islami aty kuptimi i fesë në anën tjetër dhe s'kuptojnë. Kjo është, ndërsa tarafu thani, grupi i dytë janë Murxhit. Murxhia alladhina yaquluna al-iman bil qalb, ata thonë ne mjafton vetëm me besu Allahun ditën e gjykimit, ne me besimtar me thonë shahadetin, apim alkola, bëjmë gjuna të mëdha, nuk paksohet imani. Nuk nxjerr pe fe, domethënë tani kalojnë ata në ekstrem tjetër.
Dhe la yadhur ma'a al-imani ma'siyah wala yanfa' ma'a al-kufri at-ta'a. Wa akhadhu bi nusus al-wa'd allati fiha wa'd Allahu al-maghfira. Dhe për këtë arsye ata thon ajetet, e shihni thon për shembull Ahlul Kitab, disa prej tyre thon Ahlul Kitab kanë besu ditën e gjykimit, i kanë besu janë edhe ata musliman, janë edhe ata xhenetli. E shihni domethënë se si përshkallëzohet devijimi i tyre dhe ata e teprojnë. Pra dhe njeriu kur bën kufër të qartë, nuk e nxjerrin prej feje. Dhe tarafu thalith, grupi i tretë që në ehli suneti, wasatun baina al-madhhabaini, janë mesatar mes dy madhhabeve. Madhhab al-murji'a wa madhhab al-khawarij. Madhhabet e murji've dhe khawarijve, fejma'una baina an-nusus wa yaqulun, dhe ata i mbledhin të gjitha argumentet dhe thonë innal kufra fil Qur'ani was sunnah, kufri që përmendet në Kur'an dhe në Sunna është dy lloje. Është kufër i madh dhe kufër i vogël. Shirk i madh, shirk i vogël. Wa dhunub allati duna shirk. Mëkatet ku përjashtohet shirku, njeriu nuk e nxjerrin prej feje. Njeriu nuk e nxjerrin prej feje. Prandaj, faman abada Allah bil khawf fa huwa khariji. Kush adhuron Allahun duke u përqendruar vetëm me frikë, respekt, frikë, ai është prej xhavarizhve. Wa man abada Allah bil raja. Kush adhuron Allahun vetëm me shpresë dhe nuk i ka frikën Allahut, ai është murxhi. Wa man abada Allah bil hub. Dhe kush e adhuron Allahun vetëm me dashuri, thotë kjo mjafton, unë e du Zot, fa hu sufi. Wa man abada Allah bil khawf. Kush e adhuron Allahun me frikë, me shpresë, me dashuri, me frikë respekt, ai është muwahhidun sunni, është njeriu i tauhidit sunni. Hadha huwa at-tafsil fi hadhihi al-mas'ala al-'azima. Ky është të sqarimi i lidhje me këtë mesele shumë të madhe. Kjo ishte për sot, inshallah, në dersën e vijim do të përkushtohemi, do të vazhdojmë inshallah në kjo është një parahymje e Sheikh Fauzanit, Allah e ruajt dhe Allah më shiroft Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allah ju shpërbleft ju për dëgjim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ونسوء فاستغفروه غفور رحيم.